quello che fanno relativamente poi rispetto abbiamo detto Albania Katia E mirëpres me zemër vizitën e kryeministrit Rama sot. Jam shumë e lumtur që kam mundësinë të takoj për herë të parë. Shqipëria është partner e rëndësishme me të cilën ndajmë vlera dhe parime të përbashkëta. Ne jemi të kënaqur që negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme. Japonia, në kuadër të nismës së bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor të propozuar nga ish-kryeministri, do të vijojë të mbështesë fuqimisht antarësimin e Shqipërisë në BE. I shpreh respekt Shqipërisë për kontributin aktiv që jep në stabilitetin rajonal në Ballkanin Perëndimor, një rajon me histori komplekse. Gjithashtu, do doja t'ju falenderoja nga zemra për mbështetjen e Shqipërisë ndaj vizionit për një Indo-paqësor të lirë dhe të hapur. Këtë muaj, në përvjetorin e 10 të shpalljes së këtij vizioni, ne prezantuam vizionin e përditësuar për një Indo-paqësor të lirë dhe të hapur. Ky vizion zhvillon më tej qasjen e mëparshme, duke vendosur autonominë dhe qëndrueshmërinë si dy elementë thelbësor, me synimin që i gjithë rajoni të bëhet së bashku më i fortë dhe më i begat. Në një kohë kur siguria e Europës, Atlantikut dhe Indo-paqësorit po bëhet gjithnjë e më ndërlidhur, dëshirojmë ta fillojmë edhe më tej bashkëpunimin me Shqipërinë. Faleminderit. E nderuar kryeministre, së pari më lejoni që t'ju falenderoj për mikpritjen tuaj, të cilën nuk do ta harroj. Dhe gjithashtu kam dëshirë të them që kam patur mundësinë që të jem pjesë e shumë ceremonive, po kjo ceremoni e sotshme është vërtet e veçantë. Nga ana tjetër, dëshiroj të them që kjo është vizita ime e dytë në Japoni në një kohë relativisht të shkurtër. Dhe me shumë kënaqësi ne presim fuqizimin e kësaj marrëdhënieje. Marrëdhënia Japoni-Shqipëri është një marrëdhënie e cila është e bazuar tek vlerat dhe tek parime të përbashkëta për botën në të cilën ne dëshirojmë të jetojmë. Dhe po, është në fakt e vërtet që e kam parë strategjinë e